Kryes socialisti Edi Rama u ka bërë thirrje kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit që të mbeten një skuadër deri në fund dhe që përveç humbjes së garës mos të humbasin edhe fytyrën me iniciativa personale të kërkimit të filmimeve të numërimit të votave nga Komisioni Qendror Zgjedhor, duke ngritur dyshime rezultati për sa i përket votave preferenciale pas garës së brendshme në parti. Rama apeloi që këta kandidat mos ta ushqenin qeverinë mediatike që në fund mali i mbarsur të mos pjellë 1000. Televizioni 6 Presiulora zbardh mesazhin e plotë të kreut të Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama. Ka marrë njoftimin me trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërime e ku diun çfarë tjetër për votën e vet, por duke qenë se këtu në këtë dritare jemi ende një skuadër e unë duaj që kështu të mbetemi. Do të këshilloja që të mos i hyet asaj rruge, sepse së pari humbja një gare s'duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans, zero, që me gjithë ata sy mbi ekrane të ketë devijime të votës nëpër masa që do ta mbushnin hendekun e kujt do qoftë me ata që kanë dalë fitues, jo me 10 a 20, por me shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Së dyti, kjo do të thotë të hidhet hije mbi njerëzit tanë që kanë qëndruar pafundësisht në përtryeza numërimi e që nuk e meritojnë kurkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh. E së fundi, përfytyrojeni vetë se sa keq do të ndihet kushdo që do të hyjë kësaj rruge, duke ushqyer qeverinë mediatike, kur në fund mali i mbarsur mund të mos pjellë as 1000, përfundon Rama.